Sot jemi mbledhur për të shënuar një moment të veçantë, 30 vjetorin e Institutit Reinvest. Ky është një moment për të reflektuar mbi rrugtimin ton të përbashkët, për të krijuar dhe për kujtuar sfidat që kemi kaluar dhe për të festuar sukseset tona të përbashkëta. I themeluar në kushte jashtëzakonisht të rënda, Instituti Reinvest padyshim mbetet si projekti më i veçantë jo veç Kosovë, po edhe në rajon. Madje, në shumë etapa, Instituti Reinvest ka qenë prijetar në temat që janë diskutuar për të ardhmen e Kosovës. Edhe pse instituti ka ndjekur një trajektore ngjashme me atë proceseve politike të vendit. Sot, me mirënjohje të thellë, dëshirojmë të shprehim falënderimin tona për të gjithë ju që keni qenë pjesë e këtij rrugtimi. Ndjehemi jashtëzakonisht të lumtur me praninë tuaj këtu, si dhe gjithashtu jemi mirënjohës për mesazhet e ngrohta që kemi marrë nga disa ish kolegë që sot fatkeqësisht nuk mund të jenë me ne. Ne do të sigurohemi sigurisht që t'i dërgojmë edhe mirënjohjet tona. Në këtë përvjetor, dua të veçoj dhe të falenderoj në mënyrë të posaçme profesorin Muhamet Mustafa. Si themelues dhe drejtues për shumë vite, profa që e thirrim gjithë, ka qenë burim frymëzimi duke dëshmuar se guximi intelektual është i domosdoshëm për një shoqëri të lirë. Si dhe mendimi kritik dhe pavarësia janë vlerat më të mëdha që një institut kërkimor mund t'i ruajë. Dëshiroj gjithashtu të falenderoj ish anëtarët dhe anëtarët e bordit dhe të këshillit akademik. Ju keni kontribuar në ruajtjen e profesionalizmit, pavarësisë dhe integritetit të Institutit Reinvest. Stafi ynë, i dikurshëm dhe aktual, është forca e vërtetë prapa çdo studimi e çdo projekti që ne kemi realizuar. Një falënderim i veçantë shkon te stafi jonë i tanishëm, që me përkushtim, profesionalizëm dhe energji vazhdon të mbajë gjallë misionin e Reinvestit. Gjithashtu për ju që keni kaluar pjesë të jetës suaj duke kontribuar në Reinvest, ne krenohemi me faktin që ju krijoni ndryshimin pozitiv kudo që jeni. Po ashtu, sot jemi këtu për të shprehur mirënjohjen tonë për bashkëpunëtorët dhe mbështetësit tonë. Falë mbështetjes dhe besimit tuaj, ne kemi arritur të ndjekim vizionin tonë. Më lejoni të ju njoftoj të gjithëve se si pjesë e shënimit të këtij përvjetori, Reinvesti gjithashtu po organizon në konferencë të veçantë, e cila mbledh studiues të shquar dhe ekspert ndërkombëtar për të diskutuar mbi zhvillimin ekonomik, duke nxjerrë mësime të vlefshme edhe nga përvoja ndërkombëtare, të cilat mund të jenë të vyshme edhe për rrethanat e Kosovës. Gjithashtu kemi përgatitur një dokumentar të shkurtër që përmbledh historinë dhe ndikimin e Reinvestit gjatë këtyre 3 dekadave. Ky dokumentar do të ketë premierën e tij të enjtën pra në hapjen e konferencës dhe shpresojmë që do të na bashkangjitni edhe atë ditë. Sot me kënaqësi do të ndajmë certifikata mirënjohje për gjithë ju, si simbol i falënderimit për kontributin tuaj të çmuar gjatë këtij udhëtimi të përbashkët. Gjithashtu, me krenari do të ndajmë çmimin për ese më të mirë në ekonomi të titulluar çmimi Ekrem Beshiri. Ky çmim është një dëshmi e përkushtimit tonë për të nxitur mendimin kritik dhe kërkimin shkencor, duke nderuar gjithashtu kujtimin dhe trashëgiminë e profes Ekrem, një mendimtarit të shuar dhe akademiku të përkushtuar. Të dashur miq, ky përvjetor ofron një mundësi të veçantë që të riafirmojmë qëndrimin tonë se realizimi i misionit të Institutit Reinvest është i mundur vetëm falë përkushtimit atyre që punojnë dhe kontribuojnë për të. Përderisa shikojmë me mburje vitet që kaluan, ne gjithashtu jemi të entuziazmuar për vitet që vijnë. Ne vijojmë mbetemi të përkushtuar ndaj misionit që i kemi vënë vetes, promovojmë zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të Kosovës nëpërmjet dijeve të reja dhe studimeve cilësore. Ju falenderoj gjithëve dhe gëzuar. Më lejoni të ftoj Erisën, e cila do t'i ftoj në skenë për t'i marrë certifikatat. Kam nderin të filloj ceremoninë e ndarjes së mirënjohjeve, duke nisur me themeluesit e Institutit Reinvest. Kjo mirënjohje u dedikohet atyre për kontributin jashtëzakonisht të rëndësishëm në ndërtimin dhe zhvillimin e Institutit Reinvest, si dhe në përmbushjen e misionit të tij përmes projekteve me ndikim të madh për vendin tonë. Andaj ftojmë në skenë zotëri Isa Mustafa.
Po ashtu falenderojmë edhe zotri Muhamet Sadiku, i cili sot nuk ka mundur të marrë pjesë. Tutje kalojmë te Këshilli Shkencor, të cilëve u ndohet mirënjohje për kontributin e jashtëzakonshëm në zhvillimin e Institutit Tri Invest në fushën kërkimore akademike, në rolin e antarit të Këshillit të parë kërkimor dhe si antar shumëvjeçar i bordit të tij. Ftojmë zotri Selman Selmanaj. Profesor Ekrem Beqiri post-mortem, ftojmë djalin e tij Gent Beqiri. Profesor Ibrahim Kuka post-mortem, ftojmë djalin e tij Edmond Kuka. Profesor Gazmend Lubotene. Me këtë mirënjohje nderojmë po ashtu edhe ish-drejtorët, duke përfshirë drejtorët ekzekutiv, drejtorët e administratës dhe drejtorët e projekteve, për rolin e tyre të rëndësishëm në forcimin dhe drejtimin e Institutit Tri Invest, si dhe për angazhimin e tyre në përmbushjen e misionit të institutit përmes projekteve me ndikim për zhvillimin e vendit. Ftojmë zotri Ilaz Ramajli. Zotri Lumir Abdigjiko. Zonja. Ju përshëndes të gjithëve, ju falenderoj për mbështetjen që na keni dhënë gjatë këtyre viteve dhe kam në fund, si zakonisht, si çdo në organizimet e tilla madhore, ëmbëlsira lihet për fund. Dhe kam kënaqësinë, prandaj them se kam kënaqësinë që të ftoj profesor akademik Isa Mustafa që në emër të juaj të thotë disa fjalë. Profesori Muhamet, në gjithë duhet me cilë kam punuar, për së drejtë se në mënyrat ndryshme kemi punuar projekte, kemi punuar në tubime, kemi qenë bashkë në fundimet të ndryshme të institutit. Ka që një ndjerë veçantë që punojmë bashkërisht në gjithë ushqime. Edhe në këtë rendin e parë dhe në gjitha rendet, sepse nuk të në gjithë e për rendin e parë. Edhe që s'na në zemë që këtu e një gjithë aty. Unë e vlerësoj se këtë institut ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm për Kosovën. Instituti është rrit ashtu që është rrit pavarësia e Kosovës, ashtu që është qunë kam shteti Kosovës, ka filluar pak më herët se sa që është parë. Pavarësia mund ka qëlluar se t'jem në gjimë kohën për profesori Muhamet me një numër mendimtarësh të kohës se ka themeluar institutin, ka dhënë një kontribut të madh në zhvillimin e mendimit ekonomik dhe po ashtu ka dhënë kontribut tepër të madh në fazën e tranzicionit kur Kosova s'ka pas institucione të veta, s'ka pas kuadra të veta, s'ka pas dhëna të veta, dhe kryesisht është bazuar në hudhëtimet dhe në gjeturat e këtij instituti. Profesori Muhamet ka një kontribut veçantë, si themelues, ka një kontribut veçantë
në krijimin e kuadrave, tërheqjen e tyre në institut dhe në bashkëpunimin me ta, në dhënien e besimit njerëzve të rinj që ata ta drejtojnë institutin, por këtyre njerëzve që janë sot këtu dhe cilët nuk janë këtu, cilët sot kanë përgjegjësi të larta shtetërore në institucionet e Republikës Kosovës, në politikën e Kosovës, në institucionet shkencore orientuese, në institucionet arsimore të Kosovës, prandaj është një burrë veçantë për gjithë ne që kemi profesorin i cili i ka kontribuar kësaj pasurie kombëtare, sepse pasuria më të madhe kombëtare se sa pasuria me njerëz, cilët e drejtojnë këtë vend, cilët e qeverisin këtë vend dhe cilët i japin zgjidhje dhe primari këtij vendi nuk ka. Unë kam përjetuar Institutin Rinvest edhe si shkollë dhe për mua, sepse gjithë ne që jemi më të moshuar, kemi studiuar, jemi arsimuar në një sistem tjetër dhe na ka rënë që përmes këtij instituti ne transformohemi. Ta kuptojmë ekonominë e tregut, ta kuptojmë një sistem të ri ekonomik. Prandaj bashku me ulëmtimet të cilat kemi zhvilluar, ne kemi ulëmtuar edhe vetë. Edhe jemi transformuar edhe vetë. Në një tranzicion ekonomik, në një tranzicion politik dhe në një tranzicion kulturor i cili ka ndodhur në Kosovë. Unë i uroj shumë suksese institutit. Uroj që profesor Muhamet ta kemi gjithmonë aty, si të parin ose në të parë, ky zgjedh se si do ta bëj këtu dhe njerëz të që janë panin se kemi sot këtu lumirën që kemi pas përpara, sejtën e kemi pas. Nikola ka qenë një kënaqësi e veçantë që kemi punuar bashkë dhe kemi kontribuar bashkë. Urime ky përvjetor i madh, i trilla e institutit, ju uroj sukses në dekadën e 4 ose në 14 që në këtij instituti. Faleminderit shumë.